Përshëndetje nxënës, sot do të jemi bashk në orën e matematikës për klasën e dytë. Pa humbur kohë, të rikujtojmë se me çfarë shenja kemi punuar deri tash. Rikujtojmë pra. Kemi punuar me plus, që është shenja për mbledhje, dhe kemi bërë mbledhjen e numrave. Gjithashtu, kemi punuar edhe me zbritje, pra me minus, që është shenja për zbritjen e numrave. Sigurisht, kemi mësuar edhe me shumëzim, pra që është një pikë shenja për shumëzim. Por këto dy pika vallë çfarë janë? Këto janë shenja për pjesëtim. Dhe ne sot, pikërisht për shenjën për pjesëtim, do të punojmë detyra. Pa humbur kohë, vazhdojmë pra shenja për pjesëtim. Dhe si ishte shenja për pjesëtim? Ishin dy pika. Kemi 12 yje. Ja, 12 yje. Mund të fillojmë të numërojmë bashkë? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pra, ja, ku I kemi 12 yje. Por çfarë duhet të bëjmë këtyre 12 yjeve? Çfarë na kërkon shenja e pjesëtimit? Shenja e pjesëtimit është një ndarje e barabartë. Pra, në sa antar duhet t'i ndajmë këto 12 yje. Të shohim çfarë na kërkon. Thot detyra. Sa grupe me nga 3 yje mund të formosh? Çfarë na kërkon më saktë? Numrin 12 ta ndajmë nga 3 antar, nga 3 yje në grup, dhe të shohim sa grupe do të formojmë. Dhe çfarë duhet të bëjmë ne? Fillojmë të grupojmë yjet me nga 3 antar. Fillojmë, ja, grupin e parë formuam dhe grupin tjetër, vazhdojmë grupimin me 3 yje, dhe ja, te I grupuam të gjithë yjet. Dhe shkruajmë 12 pjesëtim për 3 është e barabartë. Edhe njëherë të përsërisim, 12 yje kishim, që duhet t'i ndajmë nga 3 antar. Pra, grupi të ketë 3 yje në rastin tonë. Dhe sa grupe formuam? Pas të shohim njëherë, 1, 2, 3, 4 grupe. Pra, 12 pjesëtim për 3 është e barabartë me 4. Të shohim njëherë se është shumë e rëndësi numri 12 në pjesëtim quhet I pjesëtueshmi. Do të thotë çdo herë numri I parë në pjesëtim quhet I pjesëtueshmi. Kjo është shenja për pjesëtim, që tani e dini më. Numri 3 quhet pjesëtuesi, ndërsa rezultati quhet herësi. Dhe lexojmë 12 pjesëtim për 3 është e barabartë me 4. Më thjesht, kur 12-ën e kemi ndarë nga 3, kemi fituar 4 grupe. Do të vazhdojmë me një detyrë tjetër që të mund të kuptojmë sa më mirë pjesëtimin. Detyrë 11 pjesëtim për 2, që do të thotë numrin 11 duhet të ndajmë, tani kemi me nga 2 antar. Hajde të shohim, kemi 11 topta. I grupojmë nga 2, sepse ashtu na kërkon detyra, të kenë 2 antar. Dhe vazhdojmë të formojmë grupet
dhe I formuam. Shikoni një top na mbeti jashtë, sepse nuk mund të formojmë një grup tjetër, se ka mbetur një, ndërsa grupi na kërkohet të ketë 2. Dhe çfarë do të ndodhë me këtë topin që na ka mbetur jashtë? Do të shohim se çdo top ose çdo shifër, çdo numër që mbetet jashtë grupimit, atë e quajmë mbetje. Në rastin tonë, sa grupe formuam? Ti shohim një herë, formuam 5 grupe. Sa topë na mbetën? Na ka mbetur pra një diçka që është shumë e rëndësishme. Mbetja asnjëherë nuk është më e madhe ose e barabartë se pjesëtuesi. Në këtë rast, pjesëtuesi jonë është 2. Do të thotë, mbetja nuk guxon të jetë më I madh ose I barabartë se pjesëtuesi. Shkruajmë, kishim pra 11 pjesëtim për 2 dhe formuam 5 grupe dhe mbetja 1. Gjithmonë në rezultat shkruajmë dhe mbetjen. Si në rastin tonë, pra e shkruajtëm 11 pjesëtim për 2 është e barabartë me 5 mbetja 1. Do vazhdojmë me një aktivitet tjetër? Hajde të shohim çfarë aktiviteti bëhet fjalë. Numërojmë lapsat dhe ngjyrat që I kemi në çantë. Edhe ju do t'i numëroni pastaj lapsat dhe ngjyrat që I keni në çantën tuaj. Me lapsat dhe ngjyrat formojmë grupe me nga 4 anëtarë. Do të thotë, grupi duhet të ketë 4 anëtarë. Të shohim një herë sa lapsa dhe ngjyra kemi dhe do të shohim sa grupe do të formojmë. Ja kemi lapsat, I numërojmë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gjithsej pas kemi 20 lapsa. Pra, 20 lapsa duhet t'i ndajmë nga 4 anëtarë. Grupi të ketë 4 anëtarë. 4 lapsa në këtë rast. 20 pjesëtim për 4. Fillojmë, grupojmë lapsat. Mos harojmë, ka 4 lapsa në grup. Formojmë grupet me nga 4 anëtarë. Dhe bëjmë grupimin. Do të shohim se sa grupe do të formojmë. Dhe sa grupe formuam? Po pra, formuam 5 grupe. Në këtë rast nuk kemi mbetje. Prandaj shkruajmë 5 grupe vetëm. Mos harroni, gruponi dhe ju lapsat tuaj. Edhe ju lapsat tuaj do t'i gruponi nga 4 anëtarë. Para se të ndahemi, të bëjmë një përsëritje të shkurtër. Se çfarë mësuam sot? Pra, sot mësuam për pjesëtimin që është ndarje e barabartë. 12, kujtohen 12 yjet, I nda nga 3 që është e barabartë me 4. Do të thotë 12 pjesëtim për 3 është e barabartë 4. Është shumë e rëndësishme të mbani mend. 12-ta quheshte I pjesëtueshmi. Shenjën për pjesëtim tani më e dini. Numri 3 quhet pjesëtuesi dhe rezultati quhet herësi. Kujdes, në pjesëtim mund të kemi dhe mbetje. Këtë faqe mund edhe ta shkruani në fletore që të mos harroni se si quhen numrat në
faliminderit, duke ju dëshiruar shëndet të plot, me takoheshin në ndonjë rast tjetër. Ditën e